Jezusi e qunë shpirtin shajt, mbrojtës, e kusht mbron patjetër që dëftohet ngushtues. Praktikisht, jeta në përplas në situata të errta e zymta të cilat shkaktojnë shumë deluzione brenda nesh. Shkënjimet e ndryshme, vështirësitë na përplasin e na bëjnë me kënd të pambrojtur, na bëjnë me kënd krejtësisht vobek të lënën mosdoret. Shpirti i shejt vjen e ç'a bën? Na rikujton tana fjalë që Krishti ka thënë. Do të thonë, na jep ngushtimin e vërtet. Fjala që Krishti ka thënë është ngushtuese, është ripërtritse, jep jetë, gjallëndon, të mush me guxim, të mush me kurajo. Prandaj në momentet e vështirësive kur të jena krejtësisht pambrojtur, krejtësisht vetmum, ta thrasim në ndihmë shpirtin e Zotit që të na rikujtojnë fjalët e Krishtit e që të mundë me bë dëshmimi ato fjalë, sepse janë të vetme që ripërtrin, janë vetme që gjallëndojnë, janë vetme që na ringjallin.